Teksa ka kaluar vetëm një javë nga hapja e aplikimeve për skemat e mbështetjes në bujqësi, rreth 22.000 fermer kanë shprehur interesin për to. Drejtoresha e AZHBR, Ardita Kuçi, në emisionin Box to Box në Skan, ka treguar detaje për skemën. Deri më sot, për shembull, në shifrën prej 22.000 aplikime, kemi 10.000 aplikime të cilat janë për masat 1 dhe 7 dhe kemi 12.000 aplikime që janë për masën e naftës. Ndër masat 1 dhe 7 që janë masa për gjedhjen e matrikulluar, për të imtat e matrikulluarat, pra dele dhe dhi, për bletarin, për inputet në sera, për certifikimin Global Gap, për fermën organike, për bimët medicinale dhe aromatike, ajo që mban numrin kryesor të aplikimeve deri më tani është masa e dytë, që është masa për dele dhe dhit e matrikulluara. Mëtej e dyta në listë për numër aplikimesh është masa për gjedhjen e matrikulluar, mëtej është bleta, dhe pastaj vijojnë me bimët medicinale aromatike, sera dhe certifikimin Global Gap dhe fermat organike. Kuçi thot se fondi në dispozicion është rreth $44 milion, ndërsa ndan detaje edhe për procedurat që ndiqen për aplikim. Buxheti në dispozicion për skemën e vitit 2025 është 4.4 miliard lekë. Procesi i aplikimit është relativisht i thjeshtë. Ai kryhet nëpërmjet portalit e-Albania, siç ju thash, dhe është me 0 dokumenta. Në momentin që një fermer... Pra, është vetëm një aplikim i thjesht kërkesë. Po. Në momentin që fermeri logohet, pra duhet të ketë një llogari aktive në e-Albania, dhe në momentin që ai hyn në atë llogari dhe fut niptin e fermerit, aty i gjenerohen të gjithë të dhënat e fermës së tij. Ky sistem, aplikimi, ndërvepron dhe me sisteme të tjera, të cilat kryqëzojnë të dhënat, siç janë sistemi i regjistrit të kafshëve, pra RUDA, i cili tregon në kohë reale se sa krer ky fermer ka në fermën e tij. Gjithashtu ka të sisteme të tjera të sigurimeve shoqërore, të tatimeve të taksave, të cilat ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe tregojnë gjendjen e fermës dhe të fermerit. Aplikimet që u hapën më 14 prill do të jenë të hapura deri më 30 maj dhe të interesuarit kanë rreth 40 ditë kohë për të dorëzuar aplikimet.